Me valigjen e duar e të organizuar pikë takime kanë stacionin autobusëve në veri të Mitrovicës. Me të shënuar ora 10 e mëngjesit, studentët serb fillojnë të mblidhen afër automjeteve me të cilët do të udhtojnë. E destinacion e kanë rrugën përmes pikës kufitare, Jarinje për të kaluar në Serbi. Atje do të marrin pjesë në protestën më masive që është organizuar deri tash kundër pushtetit të presidentit serb Aleksandar Vučić, e cila do të mbahet të shtunën në Beograd. TVN qëndroi deri në momentin e nisjes së autobusit me të rinjt serb, por ata nuk pranuan të flasin para kamerës. Mbrapa me shihen disa të rinj, të cilët janë këtu në stacionin e autobusëve në veri të Mitrovicës, të cilët vetë se pritën të nisën për në Beograd për të marrë pjesë në protestën e cila me 15 mars do të mbahet më e madhja në Beograd kundër presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Të njëjtit nuk kanë pranuar të folin para kamerës, pasi që kanë thënë ndihen të kërcënuar. Ky nuk ishte organizimi i parë i këtij lloji, pasi që tash e disa javë kompania Emri i Njohur për televizionin që dërgon serbët e veriut në Beograd ka shpeshtuar këtë linjë. Kjo konfirmua përmes telefonit edhe nga vetë kompania. Përshëndetje, a ka autobus nesër për protestat që përmbahen në Beograd? Jeli ima prevoz sutra za Beograd. Kad? U koje vreme? Po, ka, çka ju duhet? E shtuna pritet të jetë ditë goxha dramatike në Serbi, andaj me gjithë këto zhvillime gazetari serb Branislav Krstić thot që presidentit serb ju është lëkundur karriga. Ne do të kemi një protestë tepër masive, serioze, me shumë qindrat e njerëzve, që do me thonë jemi në një pozit kur edhe administrata amerikane duhet me marrë vendos. A do të luj mo në Balkan, në Serbi, me atë adut, cili është Aleksandar Vučić, është koha për ndrime, sepse protestat janë autentike, janë tepër masive, edhe Amerikan tepër mirë kupton. Televizioni ka raportuar vazhdimisht edhe për protestën e thirrur nga vetë Aleksandar Vučić, i cili ka ftuar përkrasit e tij edhe nga Kosova, të bëhen pjesë atyre të ashtu quajturve student që po qëndrojnë në tenda afër pallatit presidencial në Beograd. Në mesin e tyre janë ish zyrtar policor të komunitetit serb nga veriu i Kosovës, punonjës të komunave paralele, të cilët dyshohet se paguan 50 deri në 100 euro në ditë për qëndrim atje.